Bismillahirrahmanirrahim, vazhdimit të nderuar. Këtu jemi në shtetin e Maqedonisë, në qytetin e Çahirit, te familja Nimani, 7 antar. Për familja Nimani 7 antar, kemi ardhur mi ndihmu me pak ushqimore. Kjo familje pas ka vllahun të semuar. Ky vllai jon pas ka qenë gazetari Top Channel, por për shkak të problemeve ekstreme që kam pas, që kam ndihmuar në atë kohë në Shqipëri. I vetmi njeri që kam ndihmuar edhe shqiptarët në trojet e Kosovës, kohën e luftës. Edhe sot Zoti ma ka dhënë mëshirën ke juve të më ndihmoni ju. I kam thënë edhe mos edhe shqiptarët, do është në ndjekje për këtë problem. Origjina ky vlla që mos merr kem tetraplegjik, ne i themi shqip, po themi tujanega i thënë maqedonisht. Edhe për 100 euro. Ka nevojë për qira, ka nevojë për rrim, për huj, për gjithçka që mund të ndihmoj, për banesën që e shihni vetë si orë, financat, ja, vetëm ju e keni parë, gjithçka është në... Juve ju kanë ndihmuar edhe Bexhet Pacolli? Po, ka njerëz që, faleminderit shumë. Allah për shpërblet të vllain tonë Bexhet Pacollin që i kanë ndihmuar. Ne kemi ardhur prapë që t'i ndihmojmë, por ne do të mundohemi çdo muaj që t'i mundsojmë ushqim, me ndihmën e banesëve, me ndihmën e diasporës. Vllain e pas ka semuar, semuar me epilepsi, përshen edhe vetë me qera në këtë banes, ju kësha lutë për hirë Zotit që t'i dalim në ndihmë për qera, sepse për ushqim ne ja sigurojmë çdo muaj me ndihmën e banesëve, por për qera ka nevojë për drita, për shumë sane tjera. Vllai nderuar, ne nuk dojna me zgjat ma shumë pamjen e kësaj shtëpisë, peshohin gjithë banesët, ju kësha lutë për hirë Zotit që t'i dalim në ndihmë. Këtë bujt shajt bekuar, këtë bujt Ramazanit, e janë dhe t'ja paguj me zbarku qiran dhe t'i dalim në ndihmë. Tanë 13 shatrat e Maqedonisë. Në televizor ja ka pru një shoqat e Gjermanisë, ja kanë pru, që sa që ja kanë pru.